Lidhja e sindikatave ka shprehur pakënaqësi lidhur me shportën minimale sindikale të publikuar ditën e djeshme. Kryetari i LSM Slobodan Trendafilov, duke ju referuar shportës minimale, e cila po përgatitet, tha se qeveria ka kufizuar shportën vetëm me ushqime dhe pije dhe ka zvogluar numrin e antarëve të familjeve nga 4 në 3. A i thot se duke u bazuar në këtë zvoglim, ata nuk i kanë parë të dhënat e publikuara të vitit 2021 nga regjistrimi, ku numri më i madh i familjeve janë familje 4 antarëshe, ndërsa familje 3 antarëshe janë shumë më pak. A i ka theksuar se në vendin ton me paga të tilla, 2 antar të familjes ushqehen, ndërsa 2 të tjerët vetëm shikojnë. Fatkeqësisht, dikush këtë operacion statistikor ka dashur ta shndrojë në operacion të ushqyerjes së familjeve, prandaj edhe e quajnë shporta mesatare sindikale, por megjithatë sindikatat, kryesisht lidhja e sindikatave nuk është e përfshirë në përgatitjen e saj, shport e cila do të na tregojë neve familjeve në Maqedoni se çka të ham në sezon e çka jashtë sezonës, çka do të jetë më e lirë e çka më e shtrejtë. Trendafilov edhe një herë bëri thirrje për protestë masive të punëtorëve më 1 maj. Sipas tij, pagat në vend janë të mjerueshme dhe nuk po rriten në përputhje me marrëveshjet kolektive. Ai thotë se qeveria dhe punëdhënësit po refuzojnë të rrisin të gjitha pagat dhe se këto janë arsye të mjaftueshme për një protestë në ditën e parë të majit. Sot nuk është koha për të festuar, duhet të ndryshojmë traditën dhe si të gjitha vendet e BE-s të dalim të protestojmë dhe në këtë mënyrë të shprehim pakënaqësinë e punëtorëve. Fatkeqësisht, sot një numër i madh i punëtorëve në sektorin privat nuk i kanë marrë pagat për muajin mars. Sa më shumë të vini dhe sa më shumë të vim ne, aq më shumë do të merrni dhe aq më shumë do të marrim. Qeveria dhe punëdhënësit na numërojnë. Ditën e djeshme është publikuar shporta minimale sindikale për muajin prill të këtij viti dhe vlera e saj është rritur për 836 denar dhe arrin në 62.691 denar, krahasuar me vlerën e shportës minimale sindikale për muajin mars, e cila ishte 61.855 denar.